Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos i injoroni, këto janë 6 shenjat e një sulmi në zemër që i përjetojnë vetëm femrat. Sulmet në zemër janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme në botën moderne. Për fat të keq, kjo sëmundje i prek papritur njerëzit. Megjithatë, pak para tragjedisë, trupi ynë na dërgon sinjale që nuk duhet i injorojmë. Simptomat e përgjithshme paralajmëruese të një infarkti në zemër shfaqen ndryshe tek meshkujt dhe ndryshe tek femrat. Këtu ne do t'ju tregojmë shenjat që çdo femër duhet të di për të mbajtur këtë sëmundje sa më larg që të jetë e mundur. Dhimbje në shpinë, qafë, nofulla dhe krah. Këto shenja mund të jenë konfuze pasi një infarkt në zemër mund të jetë i lidhur së pari me dhimbje në gjoks ose në krahun e majt, por jo në qafë ose nofull. Por dhimbja mund të jetë progresive dhe e bezdisur, akute ose e papritur. Ju mundet të zgjoheni në mes të natës dhe kjo është arsyeja pse ju duhet që të konsultoheni me mjekun tuaj sa më parë që të jetë e mundur. Gjithashtu, ju duhet të keni parasysh se nëse keni dhimbje të mprehta stomaku ose të villa, përsëri nuk duhet ta injoroni. Disa nga simptomat e një ataku në zemër mund të ngatërohen me shenjat e helmimit ose edhe të gripit. Por, në fakt, ndonjëherë gratë përjetoj presion në zonën e barkut e cila me përshkrimet e tyre ngjatëson sikur kanë një elefant mbi stomakun e tyre. Dhe në fakt, ju mund të keni dhe djerës të ftohta. Kjo mundet që të ndodhë edhe për shkak të stresit, por megjithatë, nëse ju nuk keni patur simptoma të ngjashme më parë, këshillohet që më parë ju të vizitoheni tek një mjek specialist. Probleme me frymëmarrjen ose marrje mendsh. Sipas të ekspertëve, problemet me frymëmarrjen janë simptomat më të zakonta të një sulmi në zemër, sidomos kur shoqërohet nga një tjetër simptom. Femrat që e kanë përjetuar janë shprehur se ju duket sikur drejtonin një maraton, ndërkohë që ato as nuk kishin lëvizur nga vendi. Lodhje e tepërt. Në qoftë se edhe pas një pushimi të gjatë ju ndjeni lodhje të tepërt dhe nuk mund të kryeni as veprimet më të thjeshta, për shembull, as nuk mund të shkoni në tualet, është një sinjal alarmues dhe për këtë arsye duhet t'i kushtoni një vëmendje të madhe sistemit tuaj kardiovaskular. Presion dhe gjithashtu dhimbje gjoksi. Dhimbja e gjoksit, sikleti, djegja ose ndjesia e presionit në gjoks janë simptomat të cilat shfaqen pavarësisht nga gjinia juaj. Megjithatë, disa femra përjetojnë dhimbje, jo në anën e majtë të gjoksit, por në të gjithë kraharorin. Nëse dhimbja ose presioni nuk zhduket brenda pak minutash, atëherë thërrisni menjëherë mjekun. Këto shenja nuk janë patjetër simptome një sulmi të hershëm të zemrës, megjithatë kombinimi i tyre është një arsye mjaft e fortë për të konsultuar me specialistët. Kujdesi mjekësor në kohë mundet gjithashtu që t'ju shpëtojë jetën, ndaj kujdesuni për veten. Shenjat për atak në zemër ose çdo problem tjetër me këtë organ shpesh janë tinzare ose të pakuptueshme. Ato godasin atëherë kur nuk e prej dhe këtu nuk përjashtohen as gratë e reja. Sipas statistikave nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e sëmundjeve e zemrës janë ndër shkaktarët kryesor të vdekjeve të femrat mbi 35 vjeç me një raport 1 në 4 vdekje. Ndodh shpesh që simptomat e sëmundjeve të zemrës të mos të vijnë re ose të anashkalohen, sidomos nëse jeni të reja. Ja cilat janë disa nga simptomat që paralajmërojnë për probleme në zemër. Këmbë dhe gjunjë të ënjtura. Ënjtja në këmbë mund të shfaqet për një sër arsyesh dhe këtu nuk përjashtohet asnjë problem
me valvulën e zemrës. Formimi i lëngjeve ngjashëm me edemën është një simptom e zakonshme e një problemi në zemër, kur ajo nuk mund të pompojë mjaftueshëm gjak. Para se të friksoheni, duhet të dini që kjo lloj ëndje, ndryshe nga fryrjet e zakonshme, fillon të përkeqësohet me kalimin e kohës ose të përhapet në trup. Prandaj, nëse arrini në këtë pikë, e dini që duhet të konsultoheni me mjekun. Dhimbje koke. Para se të pini një ilaç për lehtësimin e dhimbjeve të kokës, duhet të dini që ato mund të jenë shenjë paralajmëruese e goditjes në tru ose mpikse së gjakut. Gjithashtu, vetëm dhimbja e kokës nuk është domosdoshmërisht tregues i problemeve me zemrën, por nëse e përjetoni atë së bashku me simptoma të tjera si lodhje, marramendje, të fikt ose fillon krejt papritur, mund të paralajmërojë për një problem më serioz. Lodhje. Kjo mund të jetë shenja më e vështirë për të dëshifruar, sepse janë 1 milion arsye pse mund të ndiheni të lodhur, mungesa e gjumit, stresi e të tjerë. Por këtu po flasim për një nivel jo normal të lodhjes. Nëse ndjeni një farë dobësie që e keni ndjerë më parë vetëm kur keni qenë të sëmur me grip, zemra mund ta ketë të vështirë oksigjenimin e trupit. Dhimbje në stomak. Shumë njerëz mendojnë se problemet me zemrën ndihen direkt në gjoks ose në krahun e majt. Në fakt, ajo që shumë nuk e dinë është se dhimbja mund të përhapet kudo në trup. Keni dhimbje therse në stomak, atëherë ekziston mundësia që përsëri të keni probleme me zemrën. Edhe pse dhimbja në stomak mund të jetë edhe shenjë e ndonjë gripi ose urthi, ekspertët rekomandojnë që të mos e neglizhoni, por të konsultoheni me një mjek për të siguruar se nga çfarë vuani. Dobësi dhe të fikt. Dobësia vjen si pasojë e rënies së tensionit të gjakut, por mund të jetë edhe shenjë e një problemi akoma dhe më serioz. Një çrregullim i valvulës që nuk lejon në rrjedhjen si duhet të gjakut, rrahje të ngadalta ose shumë të shpejta të zemrës, ose një çarje e aortës. Të gjitha këto mund të jenë për shkak të dobësisë dhe të rënies së fikt. Marramendje. Ashtu si shumica e këtyre simptomave, etheve, marrja e mendjeve me raste nuk është për shkak për të shqetësuar, por kjo ndjesi mund të vijë si rezultat i dehidratimit, lodhjes, ngritja peshe të tjerë, por nëse marramendja vazhdon, duhet që të konsultoheni me një mjek. Nëse problemi është në zemër, atëherë mund të ndodhë për shkak të bllokimit të një arterie. Tension në pjesën e sipërme të shpinës. Ataku në zemër nuk ndihet gjithmonë në këtë organ. Shpesh pacientët thonë se ndjejnë dhimbje sikur kanë një elefant sipër kraharorit. Ka raste kur e njëjta ndjesi është edhe në pjesën e sipërme të shpinës. Nëse ndjeni dhimbje sikur dikush po ushtron forcë shumë të madhe në shpinën tuaj, kjo mundet që të jetë edhe shenjë e një ataku në zemër. Prandaj gjithmonë duhet të tregoheni të vëmendshëm dhe të mos injoroni kurrë këtë shenja. Gjithashtu, sulmi në zemër zakonisht quhet infarkt i miokardit. Një atak në zemër ndodh kur rrjedhja e gjakut në një pjesë të zemrës ndërpritet. Shkaktohet kryesisht nga formimi i një mpikse në arterien koronare, e cila është ngushtuar për shkak të zhvillimit të pllakës, dhe pa gjak të pasur me oksigjen, ai nuk mund të marrë oksigjen. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona.
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.